25 raste të dhunës në familje janë raportuar në stacionin policor në Gjakov vetëm gjatë muajve janar dhe shkurt të vitit 2025. Major Milazim Lumi thotë se për rastet e raportuara janë arrestuar 27 persona. Sa i përket raportimit domon 2 muaj që shkuan do të janar shkurt të vitit 2024 dhe janar shkurt të vitit 2025, ka rastis të kemi numrin e njëjtë të rasteve të raportuara dhe vitin e kaluar këtë periudhë kohore dhe këtë vit do të rasti numri është i njëjtë, 25 vitin e kaluar dhe 25 raste i kemi në këtë vit. Prej këtyre rasteve do të kemi të arrestuar me urdhër të prokurorit 27 persona, ndërsa prej viktimave të këtyre 25 rasteve kemi pasur femra 20 dhe meshkuj 6, ndërsa të dyshuar kemi pasur femra 4 dhe moshkuj 23. Major Lumi gjithashtu ka pohuar se rastet e raportuara asnjëherë nuk mbahen të izoluara, por gjithmonë trajtohen me prioritet nga zyrtarët policor të trajnuar për këto situata. Rastet e dhunës në familje, do të në komunën e Gjakovës, vërtet kemi raportime të rasteve, nuk mbahen të izoluara, do të rastet e dhunës familje nga stacioni policor Gjakov trajtohen me prioritet, do të është njësia caktuar, fillimisht pavarësisht për paraqitjes të rasteve, mund më konë mes natë apo në orë të hershme të mëngjesit, ekipet reaguese do të reagojnë dhe të veprojnë mirë për rastin për trajtim me njëherë marrin hetos të cilët janë të trajnuar dhe janë profesional, së me njësitet, punoj me aktorë tjerë në kuadër të institucioneve tjera që e hetojnë rastet e dhunës në familje. Brenda stacionit policor në Gjakov të gjitha rastet intervistohen në ambiente të përshtatshme dhe në bashkëpunim me aktorë tjerë institucional, thot Major Lumi. Ne në stacionin policor kemi gjendjen e mirë të njëjtit zyrtar policor, ka me vite të cilët janë trajnuar dhe punojnë në të njëjtin sektor dhe edhe puna primare e tyre është vetëm trajtimi i rasteve të dhunës në familje. Rastet të cilat paraqiten në stacionin policor do të kur këta janë punë para dite dhe pas dite 7 ditë javës, me të paraqitur rastet i marrin për trajtim, për intervistim, duke bashkëpunuar me prokurorin e shtetit, qendrën për punë sociale dhe sipas nevojës do të kemi edhe logjistikën të rregulluar, kemi edhe dhomat mike në stacion dhe deri me tani në stacionin policor Gjakovës do të rastet trajtohen me një profesionalizëm të mirë. Ndërsa në rastet kur dhënuesi i dhunës në familje paraqet rrezik dhe për ndonjë vepër tjetër, me urdhër të prokurorit, basisës shtëpia konfiskohet dhe arma dhe nëse ka me leje, tha Major Lumi. Me marrjen e informatave, sidomos informatave nga viktima dhe informata tjera relevante që posedon Policia e Kosovës, do të me urdhër prokurorit bastiset shtëpia, mirën, konfiskohen armë, nëse vërtet do të kemi informacion që ka armë me leje apo që mund të posedojë edhe armë pa leje, gjithsesi do të sipas ligjit veprohet dhe për shkaqe do të edhe kur e ka armën me leje për shkaqe të sigurisë, ajo me urdhër të prokurorit do të konfiskohet përkohësisht dhe pastaj vendoset nga organet kompetente gjyqësore. Policia e Kosovës vitin e kaluar kishte publikuar statistikat e fundit mbi dhunën në familje, të cilat tregojnë një rritje shqetësuese të rasteve gjatë vitit 2024.